Në Iran janë shtuar thirrjet për një hetim të pavarur mbi numrin e njerëzve të vrarë gjatë protestave të fundit, pasi qeveria tha se do të publikonte zyrtarisht emrat e viktimave të valës së fundit të protestave. Lëvizja shumë e pazakonte e qeverisë së Republikës Islamike është hartuar për të penguar pretendimet se janë kryer krime kundër njerëzimit dhe se janë vrarë deri në 30.000 iranian. Numri zyrtar i të vdekurve në Iran i publikuar nga Fondacioni i Martirëve është 3.117, përfshir anëtarët e shërbimeve të sigurisë. Reformistët iranian thonë se procesi i planifikuar i identifikimit nga qeveria nuk është mjaftueshëm transparent dhe nuk ka gjasa të jap fund mosmarrveshjes rreth numrit të njerëzve të vrarë. Në një shenjë se shumë iranian besojnë se numri të vdekurve është shumë më i lartë se pretendimi zyrtar, Sindikata e mësuesve të Teheranit lëshoi një deklaratë duke kërkuar lirimin e të gjithë ndaluarve, duke pretenduar se në më pak se një javë është palosur një nga kapitujt më të përgjakshëm të represionit në historinë bashkëkohore iraniane. Sipas tyre, 10 mijëra fëmijë, vajza dhe gra janë mbuluar me gjak. Analistët e pavarur iranian që jetojnë jashtë vendit shprehen se zgjidhja më e mirë do të ishte të lejojë Kombeve të Bashkuara të dërgonin një ekip për mbledhjen e fakteve në Iran. Sipas tyre, hetimet nga organet ndërkombëtare do të forconin legjitimitetin e pretendimit të qeverisë iraniane se numri të vdekurve është vetëm 3.117. Në një tjetër lëvizje, Irani vendosi t'i konsiderojë si grupe terroriste ushtrit e vendeve të BE-s që e kanë listuar trupën e Gardës Revolucionare Islamike në listën e organizatave terroriste të bllokut, deklaroi të dielën kryetari i parlamentit Mohammad Baqir Qalibaf. BE-ja shënoi një ndryshim simbolik në qasjen e saj ndaj udhëheqjes së Iranit të njëjtën, duke përcaktuar Gardën Revolucionare si një organizatë terroriste, pas asaj që rezultoi të ishte shtypja më e përgjakshme e protestave nga Republika Islamike që nga themelimi i saj në vitin 1979